تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor al-Muharrar fi al-Hadith të autorit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, dhe jemi te pjesa libri namazit, kapitulli forma e namazit. Dhe kemi arritur te hadithi 244 ku thot autori rahimahullah: "Wa an Thabit an Anas radiyallahu anhu qal إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي." متفق عليه. Te ky hadith që transmeton Thabit nga Anesi radiallahu anhu, që thot Anesi: unë nuk hezitoj që të falem me ju ashtu si që kam parë pejgamberin alayhi salatu wassalam ku na printe neve në namaz. Dhe thot Thabit, transmetuesi hadithit, Anesi vepronte diçka në namazin e tij ose gjatë namazin që nuk jam të e pa te ju. Kur qoheshte prej rukus dhe drejtoheshte, aq gjatë qëndronte në drejtimin para se me shku në sejdë, sa që dikush prej të pranishmeve me thoshte qad nesia, ka haru. Ja Abdallah, kjo të pëlqen. Wa idha rafa ra'sahu min as-sajda, dhe kur ngriteshte nga sejdja, do të thonë mes dy sejdëve qëndrimi, prap aq gjatë qëndronte sa që dikush do të thonë thoshte ka haru me shku në sejdën e dytë. Dhe hadithi është muttefaqun alej. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se prej dobive të këtij hadithit është se sahabët ridwanullahi alejhim i kushtojshin rëndësi të madhe që t'u falin njerëzve namazin ashtu në atë mënyrë, në atë formë si e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thonë që njerëzit kur t'i shohin sahabat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sikurse me pa të dërguarin sallallahu alaihi wasallam në formën dhe mënyrën e së prirjes në namaz dhe faljes së namazit. Po ashtu, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, që ky hadith është argument prej argumenteve që njeriu do më thonë e ka për detyrë të mësojnë të tjerëve fenë, që kështu do më thonë dobia me kalu tek të tjerit, dhe kështu tjetë për ata që e përhapin dijen sheriatike. Do thonë, kur kalon dija te i treti, atëherë bëhet do më thonë për njerëzve që është përhapës të dijes sheriatike. Dhe dijet hadithi do më thonë kush udhëzon ose kush thret në hajra, e ka shpërblimin e atyre që e veprojnë, që pasojnë, që ndjekin e shumë e radhë. Prandaj edhe ai që thret në të kotën. Prandaj duhet njeriu që ka logjik dhe mençuri zgjedh tjetë prej palës që i drejton njerëzit ka hajri dhe i largon prej sherrit. Se për ndryshe kemi përgjithësi. Për ndryshe do më thonë kemi përgjithësi. Sepse kjo pjesa e internetit sot është bërë shumë e lehtë. Secili hyn brenda, tregon, fol, i pregadit, pa pregadit, ka studiu, s'ka studiu, çka t'i vjen në kokë. Sidomos nga ata që i thonë vetvetes janë hoxhallar, edhe e shesin vetëm si hoxhallar dhe kanë studiu dhe ulen aty me dhënë njerëzve fetva. Prandaj kjo çështje është domethënë çështje me përgjithësi të madhe. Pastaj prej çështjeve që e kuptojmë për këtë hadith, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se
çështja e qetësisë, qetësia pas rukus dhe qetësia mes dy sejdeve. Që prej këtij hadithit ose prej këtij transmetimi të Anas ibn Malit, që ai në realitet ishte duke fal namazin ose formën e namazit së pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëherë do më thonë që qetësia mes dy sejdeve dhe pas rukus është do më thonë shtyll prej shtyllave të namazit. Është shtyll prej shtyllave do më thonë të namazit dhe kjo është shkaku i parë dhe i dyti pastaj. Shkaku i parë që ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimullah këtë hadith në këtë kapitull këtu është që më na tregon do të thonë se qetësia mes dy sejdeve dhe pas rukus është shtyll. Dhe po ashtu edhe ngritja prej rukus dhe qëndrimi në këmbë para se me shku në sejdë është shtyll. Po ashtu edhe qëndrimi mes dy sejdeve është shtyll. Dhe qetësia në to po ashtu është shtyll. Kjo është domethënë në medhhepi i Imam Ahmedit rahimahullah në këtë mesele. Te pjesa e hadithit hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Sa që domethënë aq gjatë qëndronte pas rukus i ngritur në këmbë dhe mes dy sejdeve, sa që dikush prej të pranishmeve thoshte ka haru. Thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, nuk është domethënë kelam yatalaffaz bihi. Nuk është domethënë fjalë që ai e shpreh, që dikush më thon prej ato që janë mas atit në namaz ka haru. Po kjo është kelam nefsi, në veten e tij domethënë. Dikush domethënë e mendonte në veten e tij duke qenë i lidhur pas tij, ky haroi tash. Jo që dikush i thoshte atij djathtas ose majtës Enesi ka haru, se kështu prishet namazi dhe nuk lejohet një gjë e tillë. Por domethënë duhet ta kuptojmë si kuptohet domethënë nga konteksti dhe si e kanë shpjeguar dietarët e selefit dhe po ashtu edhe ato që ndiqin ato domethënë prej kohës sonë, siç është edhe për tyre padyshim domethënë shehu jon Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah. Pastaj hadithi i radhës 245 thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Ky hadith, i cili është në Buhari dhe Muslim, që transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur qoheshte dhe deshte me fillu namazin, e fillonte me tekbir. Dhe kjo është domethënë tekbiri i parë, tekbiratul ihram, që fillon namazin dhe kjo është shtyll prej shtyllave të namazit. Domethënë tekbiri i parë është shtyll. Pa të, nëse vjen dikush edhe thot subhanallah edhe lidhet, nuk është lidhur në namaz. Nëse thot dikush elhamdulillah ose Allahu azim, prap domethënë nuk është lidhur në namaz. Patjetër duhet domethënë forma tjetër e njëjta dhe identike si e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj i sjell këtu autori ato tekbirat el intiqaliya, do thonë tekbiret e transferimit ose kalimi nga një gjendje në namaz në gjendje tjetër, nga qëndrimi në këmbë duke kaluar domethënë në ruku. Ato, thot Sheikh Zejdi rahimahullah dhe po ashtu edhe Sheikh Abadi hafidhahullah, janë wajib. Do thonë tekbiri tjetër, masi që njeriu e lexon suratul Fatiha dhe një sure tjetër dhe don tash me shku në ruku, këtu këtë lloj tekbir e ka wajib. Edhe po ashtu, kur ngritet prej rukus, nuk thot Allahu Akbar, por semi Allahu limen hamida. Edhe këtë ka wajib. Edhe këtë do më thënë ka për detyrë me e thënë. Pastaj, kur është prej në këmbë, duke dëshiruar me shkuar në ruku, në sujud, prap thot do më thënë në Allahu Akbar. Kjo është prap tekbiratul intiqal, do më thënë tekbiri i transferimit. Prej në këmbë në sujud. Edhe ngritja prej sujud në duke u drejtuar i ulur, edhe këtu bëhet tekbiri. Pastaj prap shkuarja në sujud, prap e bën domethënë me tekbir.
prap do më thonë ngritja në këmbë, prej suxhut, me shku në këmbë në rekatin e parë, prap bëhet me tekbir. Pastaj edhe në të shahudin e parë, në uljen e parë, kur dëshiron ngjitet lart në rekatin e tretë, prap do më thonë e bën këtë një gjë e tillë me tekbir. Allahu Akbar. Dhe kështu e vepronte do më thonë gjatë gjithë namazit deri në fund, deri do më thonë në fund. Sa i përket tekbiratëve, tekbiri i parë dhe tekbiret tjera që vijojnë pastaj, tekbiri i parë e thamë se është shtyllë. Si për imamin, po ashtu edhe për ai i cili falet pas imamit. Ato tekbire tjera po ashtu janë wajib, si për imamin, po ashtu edhe ai i cili falet pas imamit. Do thonë ai i cili falet pas imamit, kur imami thot Allahu Akbar dhe shkon në ruku, ai nuk shkon vetëm në ruku pa me thënë asgjë, por edhe ai thot Allahu Akbar. Edhe ai thot domethënë Allahu Akbar, vetëm se pastaj te çështja kur drejtohet prej rukus në këmbë, kur thot imami semi Allahu limen hamida, këtu është ai khilafi që do vinë në vim domethënë, a e thot këtë edhe ai i cili falet pas imamit ose vetëm thot ai Rabbana wa lakal hamd. Dhe mendimi më i saktë dhe xhumhuri është se ai i cili falet pas imamit, el ma'mun, e thot domethënë Rabbana wa lakal hamd. Domethënë e thot at-tamhid, at-tasmi' është semi Allahu limen hamida, këtë e thot imami, kurse Rabbana wa lakal hamd e thot imami dhe ai i cili falet pas imamit. Kjo është domethënë në mendimi i saktë sipas xhumhurit, edhe pse Imam Shafiu rahimahullah ka mendimin se ai i cili falet pas imamit e thot edhe semi Allahu limen hamida. Të njëjtën do thonë që e thot imami. Po bi'idhnillahi ta'ala ajo që është saktë është domethënë xhumhuri që kët nuk e thot vetëm se imami, e ai i cili falet pas imamit e thot vetëm Rabbana wa lakal hamd. Pastaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah, me që u përmend këtu tash çështja e tekbireve dhe çështja e shtyllave, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse një tekbir që do të thotë është një wajib pas ato tekbire tjera, nëse dikush i ik tekbiri nga pakujdesia dhe haresa, atëherë plotson me sehwi sejdë. Nëse bën me qëllim lënjen e tekbirit, që është wajib, atëherë prishet namazi i tij. Do thonë lënja e obligimit ose detyrës ose wajibit gjatë namazit, lënja me qëllim e prish namazin, e anulon namazin. Kurse nëse bën me hares dhe nga pakujdesia, atëherë do të thonë këtë zaventson në ose e plotson ose përmbush suxhut e sahun. Kurse sa i përket shtyllës, patjetër do të thonë ajo duhet të bëhet. Do të thonë ta me ardh duke e kry do të thonë në shtyllën që i ka ik. Edhe prej aty pastaj vazhdon namazin deri në fund. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu dhe po ashtu është në Buhari dhe Muslim, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, idha qala al-imam sami'a Allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Në këtë hadith, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur thot imami duke u ngritur nga ruku në drejtim në këmbë, kur thot semi Allahu limen hamida, atëherë ju do më thonë, thoni Allahumma rabbana lakal hamd. Se nëse temhidi i atit, rabbana wa lakal hamd, përputhet me temhidin e melaqeve, atëherë i falen atit me katët të kaluara. Dhe kjo është e njëjta gjë, do më thonë, sikurse e të amin. Do thonë, pas suratul Fatiha, kur thot imami amin, edhe ato që falen, do më thonë, në pas me thonë amin, nëse përputhet amini i tyre me aminin e melaqeve, u falen atyre, do më thonë, me katët të kaluara.
Dhe këtu domethënë është për qëllim mëkate të vogla, që ato domethënë shlyhen me vepra të mira. Që ato shlyhen domethënë me vepra të mira. Dhe këtu është qartë te hadithi se pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, idha qala al-imam, kur thot imami semi Allahu liman hamida, atëherë ju çka thoni? Faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Ju thoni domethënë Allahumma rabbana lakal hamd. Domethënë nuk duhet me thënë sikur se ka thënë imami semi Allahu liman hamida. Pastaj hadithi i radhës 246, se ky hadithi që ishte tash ishte në të njëjtin domethënë transmetim, por është një rivajet tjetër që është kjo shtojca në lidhje me thënien e imamit dhe çka duhet thotë ai i cili falet pas imamit dhe shpërblimi për të. Hadithi 246 an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه Muslim. Ky hadith i cili transmeton Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, që pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ngriteshte prej rukus dhe drejtoheshte në këmbë, atëherë thoshte domethënë Allahumma rabbana lakal hamd. Edhe pastaj bonte kët dua, domethënë o Allah, Zoti ynë, ty të takon domethënë lavdrimi sa mbush qiet dhe sa mbush toka dhe sa mbush gjithçka që dëshiron ti pas tyre. Ti je meritor për lëvdata dhe madhërim. Fjala më e drejtë që e thot robi është kjo, dhe ne të gjithë jemi robërit e tu. Askush nuk mund ta pengoj atë që ti e jep, dhe askush nuk mund të jap atë që ti e pengon. Dhe la yanfa'u dhal jaddi minka al jadd, dhe njeriu domethënë nuk i sjell dobi pozita, fuqia që e ka në tokë, përpos veprat e mira që i ka. Kjo është domethënë kuptimi, kjo thot Sheikh Abadi hafidhahullah, la yanfa'u dhal jaddi minka al jadd, domethënë njeriu at el hadh ose nasib që e ka, pjesën të dunjas, fuqis, paret, fëmijë e kështu me radhë, nuk i bën atij dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Por ajo që i bën dobi është el a'malu salihah, vepra të mira. Ajo i bën dobi te Allahu subhanahu wa taala. Kjo domethënë është prej lutjeve domethënë që me thënë robi pas ngritjes në këmbë pas rukus. Pas rukus domethënë kur ngritet në këmbë. Dhe ajo që është wajib, Allahumma rabbana lakal hamd, ose rabbana lakal hamd. Kjo pjesë është wajib, me thënë robi. Kurse kjo pjesa tjetër që u tha deri në fund është mustahab. Do thonë është mustahab, është e pëlqyer. Po e bën e mirë, po nuk e bën do thonë s'ka gjë. Kurse kjo Allahumma rabbana lakal hamd ose rabbana lakal hamd e kemi wajib. E kemi do thonë obligim. Kurse kjo pjesa do thonë që vjen pastaj është domethënë në mustahab, është domethënë në mustahab. Edhe ka mundësi që tash domethënë fillojmë ta kuptojmë kur këtu Thabit rahimahullah thot se Enesi radhiyallahu anhu aq gjatë qëndronte pas rukus sa që mendonte dikush prej namazlive ka haru, ndoshta domethënë këto lutje i ka thënë pas rukus, edhe u ka duk njerëzve domethënë se ka haru domethënë me shku tash në sujud. Kjo është domethënë kur i shohim se një gjë e tillë domethënë mundet të praktikohet prej varet domethënë situatës, ato që falen pas teje, e kështu me radhë, por qëllimi është që këto mos i lëm për herë, por patjetër domethënë her pas herë me izbatu që tu mësojmë të tjerëve domethënë sunetin, tu mësojmë të tjerëve domethënë se dhe kështu falet. Se duke i marrë vetëm ato të më të shkurtrat, atëherë ato mësohen. Edhe pastaj nesër ti kur kundërshton ata, atëherë thonë jo po ti asnjëherë se ke bën një gjë e tillë. Prandaj domethënë sipas mundësive dhe urtësisë.
Pastaj hadithi i radhës, عن شريك بن عاصم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نحض رفع يديه قبل ركبتيه. Te ky hadith që transmeton Wail ibn Hujr radhiyallahu anhu se ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam kur ka shkuar në sujud, i ka vendos një herë gjunjët në tokë e pastaj duart. Do të thonë ka shkuar një herë me gjunjët, pastaj me duart. Dhe kur ngriteshte, do të thonë i çonte duart një herë, pastaj do të thonë pastaj gjunjët. Pastaj hadithi i radhës, që janë hadithe do të thonë të njëjtën temë, hadithi an Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan an Abi Zinad عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه. Te ky hadith që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur shkonte, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë kur shkon dikush prej juve në sujud, në sejdë, mos të ulet ose mos të vendoset në tokë sikur se vendoset deveja. Por le t'i vendos një herë, ose le ta parapri trupin e tij me duart e tij, pastaj me gjunjët. Tash të dyja hadithe janë, edhe pse autori Ibn Abdul Hadi al-Hanbali është Hanbali në medhhepin e tij. Dhe medhhepi Imam Ahmedit është vendosja e gjunjët, pastaj e duarve. Kjo është medhhepi. Po me gjithë atë që ai e ka dhe me dhep, po tregon domethënë se nuk ka qenë fanatik, po ka qenë ndjekës i argumenteve, e ka sjell edhe hadithin tjetër, që duke u pa nga ana e dukshme, kundërshton hadithin e Wail ibn Hujr tamam. Do të thonë hadithi e Abu Hurairës thotë me shku një herë me duart, pastaj me gjunjët. Kurse hadithi i Wail ibn Hujr thotë jo, një herë me gjunjët, pastaj me këmbët. Do të thonë e kundërta e hadithit të parë. Por të dyat i ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimullah dhe ka sjell pastaj edhe fjalë tjera domethënë, që thotë domethënë se hadithet që janë prej Asim janë domethënë ka aty ka gabime dhe e kështu me radhë, dhe ka folë Daraqutni dhe Tirmidhi dhe kështu me radhë. Po edhe hadithi tjetër, realisht, në realiteti është që të dyja këto hadithe kanë dobësi. Edhe hadithi Wail ibn Hujr, edhe hadithi e Abu Hurairas, të dyja hadithe përmbajnë dobësi. Dhe çka është domethënë, megjithatë që Sheikh Abadi, hafidhahullah, thotë se të dyja forma janë të vërtetuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të dyja forma, mënyra domethënë, janë vërtetuar nga pejgamberi alayhi salatu, siç është forma e parë, një herë me gjunjët, pastaj me duart, edhe forma tjetër, një herë domethënë me duart, pastaj me gjunjët. Dhe Ibn Taymija rahimullah në Mejmu' al-Fatawa ka thënë, thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, se dietarët janë të unifikuar, kanë pajtueshmëri, se edhe nëse shkon robi me gjunjët në namaz, në sujud para, pastaj me duart, ose anasjelltas, namazi i tij është i saktë dhe nuk e dëmton. S'ka domethënë s'ka ndikim në saktësinë e namazit së tij. Por diskutimi i dietarëve në këtë mesele është cila formë është më e mira ose më e përsosura. Ktu është domethënë mos pajtimi, se njerë janë pajtuar se namazi është sakt. Nuk e dëmton as forma e parë as forma e dytë. Por ajo që ata kanë rënë mos pajtim, cila formë është më e mira. E këtu domethënë kanë thënë disa se forma e parë të hadithit Wail ibn Hujr, disa prej tyre kanë thënë domethënë hadithi i Abu Hurairas radhiyallahu anhu. Por ne çka kemi këtu? Kemi domethënë se ke njëjtit hadithit 248 Ibn Abdul Hadi rahimahullah thot në fund, wa qala al-Bukhari wa qala Nafi'un kana Ibn Umar yad'u yaday qabla rukbatayhi. Bukhariu në sahihun e tij dhe ka sjell këtë Bukhariu domethënë në formë domethënë
të jexzim. Në formë do më thonë në mënyrë të prerë ose me vendosmëri. E ka thënë, e ka shpreh. Do thonë shprehja është me vendosmëri, nga ana Imam el-Bukhari. Çka se Nafi' transmeton nga Ibn Omeri, se Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma i vendoste njerë duart, kur shkonte në sujud, pastaj gjunët. Dhe kjo është edhe prej disa të tjerëve prej sahabëve të transmetuar. Se i vendosesin njëherë duart, pastaj gjunët kur shkojshin në sujud. Por Omer el-Faruq, Omeri radiallahu anhu, babai i Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma, është transmetuar në mesinxhir të saktë që njëherë i vendoste gjunët e pastaj duart. Edhe kjo është e saktë. Prandaj domethënë të dy meselë siç e thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, çështja ka gjërsi. Çështja ka gjërsi, domethënë, edhe nëse veprove kështu, në rregull është, edhe nëse veprove ndryshe, në rregull është. Disa kanë thënë domethënë prej dietarëve që dikush nëse është në moshë të shtyrë, atëherë ka nevojë njëherë duart me i vendos poshtë, pastaj me gjunët me shku. Ama ai i cili është domethënë në moshë ma 3 dhe mundet me kontrollu këtë uljen ose shkuarjen në sejdë, atëherë shkon njëherë me gjunët, pastaj me duart. Edhe të çështja të hadithi që është domethënë kuptimi që disa prej për shembull te pjesa hadith idha sajada ahadukum fala yabruka kama yabruku al-ba'ir, kur shkon dikush në sejdë prej jush, le të mos ulet sikur se ulet deveja. Këtu tash dietarët në këtë perceptimin e hadithit, disa thonë jo, deveja shkon njëherë me gjunat e saj, disa kanë thënë jo, shkon me duart e saj. Por ajo që dëgjova sot prej Sheikh Abadit hafidhahullah, se qëllimi këtu nuk është çështja a shkon ajo me këmbët ose me duart, por qëllimi idha sajada ahadukum fala yabruka kama yabruku al-ba'ir është mos i përngjansojmë ne në namazin ton kafshëve, sikurse edhe në mësimet e kaluara, mos i përngjansojmë qenit e kështu me radhë. Edhe këtu është qëllimi mos përngjasimi domethënë të deves. Pse? Se thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, ulja e deves ose shkuarja e deves në ulje në tokë ndodh domethënë domethënë është ulje e fuqishme. Kur bie ajo në tokë, lishon një farë zë toka. Është një farë lloj përplasje me tokën që ndodh. Ti kështu mos me shku. Kjo është qëllimi domethënë këtu. Idha sajada ahadukum fala yabruka kama yabruku al-ba'ir. Do thonë mos shko ti domethënë me rahje, duke u përplas me tokën. Kjo është domethënë kuptimi si pas domethënë shpjegimit të Sheikh Abadit, dhe është një kuptim i mrekullueshëm. Që kjo është qëllimi domethënë. Nuk është shehu thotë këtu çështja e bairit e deves a shkon me këmbët e saj ose me duart e saj. Qëllimi është domethënë kur bideveja, kur ulet ajo, ndodh domethënë edhe keni padosh ata që janë bideve të hypur, kur zdryp deveja kur bin tokë, nëse nuk kapet ai fort domethënë, ai domethënë mundet me ra. Duhet domethënë me urujt shumë mirë, domethënë me pas kujdes. E kjo është domethënë, edhe mendoj se është një shpjegim i mrekullueshëm të shehut ton, Sheikh Abadit hafidhahullah, që është kuptimi domethënë mos i përngjajmë devesë në formën e saj të uljes, të përplasjes ose të zbriturit në tokë. Lil asaf ash-shadid, një familjar ton, para 15 vjet do shta gati, më tregonte në Zvicër, si ka thënë hoxha atje, kur shkon në ruku të përplasesh. Edhe kojshit aty te banesa e kanë reklamu. Kanë thonë, çka ndodh kjo në sabah, sidomos e dëgjojmë përplasje, dëgjojmë nalt në ora 5 gjimës 6. Ai ka thënë, unë jam të fal namazin. Edhe kështu ka thënë hoxha domethënë. Pra domethënë e kundërt e kësaj që e kundërshton hadithin. Barakallahu fikum. Prandaj, nëse shkon dikush me gjunët së pari, në rregull është, e nëse shkon dikush me duart e tij, edhe kjo është në rregull dhe e saktë. Pastaj hadithi i radhës është hadithi an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum
على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر متفق عليه. Këtu Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu transmeton nga pejgamberi alayhi salatu wassalam ku thot jam I urdhëruar ta bëj sejdën mbi 6 kocive ose mbi 6 eshtrave ose mbi 6 pjesë të trupit. Mbi ballin dhe tregoj me gishtin tregues tek hunda, do thonë se hunda është pjesë e ballit ose pjesë e fytyrës. Mbi kësaj e para wal yadain dhe të dyja duarve, wa rukbatein dhe mbi gjunëve, të dyja gjunët, dhe majat e këmbëve, ose majat e gishtave, të dyjat. Dhe të mos I mbështjellim rrobat dhe flokët. Të mos I mbështjellim, do thonë, rrobat dhe flokët. Këtu umirtu jam I urdhëruar, ai që urdhëron pejgamberin alayhi salatu wasallam është Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe po ashtu edhe nëse vjen an-nahi, ai që ja ndalon pejgamberit alayhi salatu wasallam është Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtu umirtu jam I urdhëruar është urdhër për pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe po ashtu edhe për tërë ummetin e tij. Për vetëm se nëse vjen ndonjë përkufizim që ajo çështje vlen për pejgamberin alayhi salatu wasallam, atëherë është çështje specifike për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Për ndryshe nëse vjen ndonjë përkufizim prej teksteve të tjera, atëherë është domethënë në urdhër I përgjithshëm që vlen për pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe për ummetin e tij pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu kur thot pejgamberi alayhi salatu wasallam umirtu jam I urdhëruar, atëherë urdhri në origjinë është për detyrë, për wajib. Për vetëm se nëse vjen një tekst tjetër e transferon wajibin në çështje që është mustahab. Këtu nuk kemi një gjë e tillë që e çit këtë urdhër nga wajib në mustahab. Do thonë mbetet urdhri wajibi si wajib, që njeriu e ka për detyrë me e bë domethënë sejdën e tij mbi 7 koci ose 7 pjesë të trupit. Dhe thot Sheikh Abadi hafidhahullah se gjendjet ose forma e njeriut në namaz janë 4 lloj formash që është. Ose është qëndrimi I tij në këmbë, kjo është forma e parë, kur hyn në namaz. Ose ruku, ose sajid, duke qenë në sejdë, ose xhalis, I ulur mes dy sejdëve, I ulur në tashahudin e parë dhe I dytin. Do të thonë këta do të thonë s'ka. Sheku thot s'ka e pesta, ose je në këmbë, ose je në ruku, ose je në sujud, ose je do të thonë në xhulus. Këta do të thonë 4 forma. Thot Sheikh Abadi hafidhahullah se në formën e sujudit njeriu më së shumti me gjymtyrat e 3 të trupit e prek tokën. Se kur është në këmbë edhe në ruku, vetëm me këmbat e prek tokën. Është ashtu. Kur je në qiyam, kur je duke qëndruar në këmbë, vetëm me këmbat je të prek tokën. Kur shkon në ruku, po ashtu. Kur je në xhulus, atëherë fytyra jote dhe duart nuk e prekin tokën. Por më së shumti që e prek tokën njeriu kur është në sejdë dhe prej kësaj gjendje të namazit e kanë marrë edhe vendet ku kryhet ibadeti I namazit, mesajid. Min sejdë mesajid. Thotë që Abadi nuk ka thënë me raki au mawaqif ose me xhalis. Nuk është thonë për xhami, domethënë maraki prej rukus ose mawaqif prej qëndrimit ose me xhalis prej të ulurit të qëndruarit të ulur, por është marrë mesajit mine sujud, sepse në atë formë njeriu më së shumti është domethënë me pjesë më të madhe të trupit të e prek domethënë në tokën ose rrezullin toksor. Sheikh Zeid rahimullah thot se njeriu e ka për detyrë me të gjitha këto pjesë të trupit me e prek tokën. Për vetëm se nëse ka ndonjë justifikim sheriatik, shkaku I smundjes,
mos shkuarja në sugjud, ose me një pjesë e kështu me radhë. Atëherë është i justifikuar. Përndryshe, nëse e bën një gjë e tillë me qëllim, namazi i tij prishet. Dhe thotë Sheh Zejdi rahimullah, që ku pat të disa njerëz, të disa namazli, thotë Sheh Zejdi, kur shkojnë në sugjud, këmbët këmbët i kanë të ngritura në hava. Nuk e prekin, do të thënë, me majat e gishtave tokën, po i ka pak të ngritura. Dhe kjo është nga ignoranca ndoshta, që një gjë e tillë, domethënë, duke qenë i ditur, ja prish njeriut, ja anulon njeriut namazin. Dhe pjesa e fundit të hadithit, wala nakfita thiyab wala sha'r. Kjo Sheikh Abadi dhe Sheikh Zejdi rahimahullah thot, la yahtam bihi. Domethënë, mos qëllimi këtu është mos angazhohesh ti me rrobat që ke të veshura gjatë namazit dhe me flokët. Po lija ata siç janë, domethënë, siç shkojnë. Do thonë mos u merr tash floka, do shta i ka dikush floka të gjata, i vendon, i drejton, jo. Lija ata siç janë, domethënë. Mos u merr me ata. Edhe me çështjen e petkave, po ashtu domethënë, po lija ata domethënë siç janë domethënë, dhe vazhdoj domethënë në namazin. Pastaj hadithi radhës janë hadithi 250 an Abdullah ibn Malik ibn Buhayna أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. Ky hadith i cilin transmeton Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu e tregon domethënë formën kur pejgamberi formën e duarve të pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ishte në sugjud, që i largonte duar domethënë njëras prej tjetrës, dhe i ngritte bryllët e tij, saqë domethënë shiheshte brendësia e sqetullave. Do thonë ajo brendësia dhe e bardha. Dhe dihet domethënë që pejgamberi alayhi salatu wasalam vishte rida dhe izar. Edhe ajo rida domethënë që veshim gjatë umrës, e keni pa domethënë ti kur shkon në sugjud, ndoshta shihet domethënë kjo pjesa poshtë. Edhe kjo shihet atëherë domethënë kur njeriu domethënë i hap duart mirë dhe i ka të ngritura pjesën e bryllëve. Por një gjë e tillë duhet kemi kujdes domethënë kur falemi me xhamat. Kur falemi me xhamat domethënë që një gjë e tillë domethënë ta kemi parasysh se është mustahab, që mos i dëmtojmë të tjerit, ai që është gjastas ose majtas, që ta ngushtojsh dhe ta dëmtojsh. Sepse dëmtimi i muslimanit gjatë namazit është çështje më e madhe se sa ta dëmtojsh ti atë jashtë namazit. Dëmtimi i tij gjatë namazit është më e madhe dhe më keq se sa ta dëmtojsh ti domethënë në jashtë namazit. Pastaj hadithi radhës عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. Këtu te hadithi al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam kur shkon në sugjud, kur shkon në sejdë, atëherë vendosi duart në tokë, do të thonë pllumbat e duarve vendosin në tokë dhe çoi lart ose ngjiti lart bryllat domethënë e duarve. Domethënë vendosin në tokë duart, pllumbat e duarve, domethënë vendosin në tokë, kurse bryllat me ngjit lart. Edhe nëse bën një gjë e tillë, atëherë kuptojmë hadithin që na kaloi domethënë tash për pak, hadithi Abdullah ibn Malik, që thotë domethënë i dukeshte edhe e bardha e sqetullave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi 252 عن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. Këtu tregon formën e gishtave që i kishte pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë rukus dhe gjatë sejdës. Që gjatë rukus i kishte të hapura, sikurse do të thonë me kap gjunin. Kurse gjatë sejdës i mbante domethënë në mënyrë as shumë të ngushtuara, as shumë të hapura. Do thonë ajo në mënyrë domethënë të çliruar dhe në mënyrë natyrale.
as shumë me i ngushtu, do të thonë me i shtrengu, e as shumë do të thonë as mos me i hap. Pastaj hadithi I radhës 253 an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu bayna sajdatayn Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Këtu hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa alayhi salam rahmatullah. Tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam që lutjen që e bënte gjatë dy sejdave është Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Sheikh Zejdi rahimahullah thot se pjesën e parë Allahumma ighfirli ose Rabbi ighfirli, kët e thot robi 3 herë. Thot Sheikh Zejdi e thot thalathan, e thot 3 herë. Pas kësaj është e pëlqyme me thon robi warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Do thon këto lutje që është e ligjeruar me thon namazfalsi mes dy sejdave. Që prapë kuptojmë domethën hadithin e Enesit radhiyallahu anhu që dikush mundeshte me thon kur falesh te pas ti, ndoshta ka haru me shkun sejdë. Domethën sahabët ridwanullahi alehim I kanë praktikuar këto lutje. I kanë praktikuar. A janë ato domethën pas ngritjes prej rukus ose edhe këtu mes dy sejdëve, Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se muslimani ka nevojë të madhe për këto lutje, që Allahu subhanahu wa taala me ia dhënë atij të gjitha këto, domethën kërkesa, falja e mëkateve, që Allahu me mëshiru, me udhëzu, me I dhënë furnizim. Domethën është nevoja e madhe për këto që muslimani të lutet Allahu subhanahu wa taala, sidomos domethën lutje me zemër të pranueshme, me zemër prezente. Pastaj hadithi I radhës 254 an Malik ibn Huwairith al-Laythi radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli fa idha kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawi qa'idan, rawahu al-Bukhari. Malik ibn Huwairith radiyallahu anhu e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasallam duke fal namazin, dhe kur ishte domethën te recatet tek, që është recati I parë dhe I treti, pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ngriteshte në këmbë, nuk transferoheshte në këmbë, përderisa domethën qëndronte I ulur dhe drejtoheshte. Dhe kjo quhet ajo ulja e pushimit. Domethën gjelsatul istiraha, që njeriu domethën para se pas dy sejdëve, kur e bën për shembull në recatin e parë, I bën dy sejdë, pastaj kur don me shku domethën lart në recatin e dytë, para se me shku në recatin e dytë, e bën një, si tha Sheikh Abadi, gjelsa khafifa. Domethën një ulje e lehtë ose një ulje e shkurtër. Një ulje domethën e shkurtër. Pastaj domethën ngjiteshte lart. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sa I përket cili mendim është I sakt, a me bën një ulje e pushimit ose mos me e bërë, Sheikhu thotë në mendimin tim, thotë s'ka gjë. Nëse e bën njeriu ose nuk e bën, është për mua njësoj. Është për mua domethënë njësoj. Megjithatë, që një gjë e tillë është mustahab, atëherë kur e vrejmë ne se, sidomos këta imamat këtu te ne, këta në për xhamiat, kur ai domethënë e fal namazin shpejt dhe ti ke vështirësi që ta lexosh suratul Fatiha, që është shtyllë për shtyllave të namazit, atëherë ti mos hajde edhe ta bësh atë gjelsatu el istiraha, atë gjelsën e pushimit pas recatin, kur ke fal recatin e parë duke shkuar në dytin, se për ndryshe do shta kur qosh ke I dytë ose ke I tretit e I katërt sidomos, atëherë do shta se kap suratul Fatiha. Pse? Se ti ke pushu poshtë. Por ndiqe domethënë mos e bë këtë gjelsa,
duke e lënë një gjë që është mustahab, që me e kap një gjë që është shtyllë për shtyllave të namazit. Që është shtyllë, domethënë prej shtyllave të namazit. Po nëse ti je duke i prit njerëzit në namaz, atëherë veproje një gjë e tillë, bëne një gjë e tillë. Ose kur i fal domethënë në sunetet ose namaznate, atëherë është domethënë në mirë ta praktikojsh dhe ta zbatojsh. Pastaj hadithi radhës 255 عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. Ky hadith të Anesit radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salatu vesselam vazhdoi me e bë kunutin në namazin e sabahut derisa vdiq. Do thonë në mënyrë të vazhdueshme bonte pejgamberi alayhi salatu vesselam kunut në namazin e fexhrit derisa vdiq sallallahu alaihi wasallam. Po Sheikh Abadi hafidhahullah thotë se ky hadith i dobët është. Sepse në të është ky Abu Ja'far ar-Razi, që kanë thonë domethënë Abu Zur'a ar-Razi, sheikhun yahimu kathiran, është domethënë sheikh, por ka shumë gabime. Dhe ka thënë el-Fallas, ai ka dobësi, fihi da'fun wa huwa min ahli as-sidq. Do thonë ai ka dobësi, por është për njerëzve të sinqert, ose për njerëzve që e flasin të vërtetën. Sayyi'ul hifdh, dhe ka memorizim të dobët. Shikoni domethënë el-Fallas thotë se ai është min ahli as-sidq, është për njerëzve të sinqert, për njerëzve që e flasin të vërtetën. Ama sa i përket hadithit, është i dobët dhe ka memori të dobët. Që ne ka disa herë ngatrojmë, nëse është dikush domethënë një talebe ose ka mësuar në Medinë, që patjetër jo më thon bën me marr dije prej tij. Jo që këtu, ai thotë është min ahli sidq, është njeri i sinqert. Ama për hadithin nuk është i rregullt. Nuk është kompetent për transmetimin e haditheve. Dhe shkaku që nuk është kompetent, edhe Abu Zur'a ar-Razi thotë sheikh, ajo është sheikh. Por yahimu kathiran, bën shumë gabime. Atëherë, kur bën shumë gabime dhe ka memori të dobët dhe ka dobësi, me gjithë respektin dhe pozitën që e ka, ama të pjesë e hadithit nuk ka hise. Se do njerë na vjen shumë, jo po si mundeni me thënë ajo selefi, ama s'bën me mardije. Kjo është domethënë, tu e kemi përgjigjen. Edhe këta ne si kemi shpik. Këta domethënë Abu Zur'a, që 1200 vjet, nuk flasin ata, është min ahli sidq thonë. Nuk flasin për sinqeritetin e tij dhe besnikërin, po si është domethënë dikush nëse gënjen, nuk është as min ahli sidq. Edhe nëse thot dikush po, s'prish punë njerë me gënjy. Hajtë se kjo është belash, shtu gratis. Allah në arrujt. Edhe është sayyi'ul hifdh. Ka domethënë dobësi në memorinë e tij. Që do thot sot thot nisen, nesër e ka haru. Pas nesër nisen të tjetër. Edhe pasaj vjen ai muhabeti, ke thënë s'kum thënë, ke thënë s'kem thënë. Jo, sayyi'ul hifdh ka ekzistuar dhe ekziston. Wa an-Nasa'i ka thënë laysa biqawi. Laysa, nuk është i fuqishëm, nuk është i fortë. Për çka? Për hadithet. Dhe Ibn Hibani ka thënë yanfaridu bil manakir an al-mashahir. Vjen domethënë me çështje të çuditshme për dietarëve të famshëm. Sa ato të famshmi domethënë si Abu Zur'a ar-Razi, Malik ibn Anas, e këto domethënë imamlar, domethënë për atyre kanë transmetuar qindra njerëz dhe transmetues dhe dihen transmetimet edhe sinxhiret e tyre. Pastaj vjen dikush domethënë dhe dal kokvete. Atëherë kjo është prej shkaqeve që me dyshu për transmetimet e tij. Edhe kjo domethënë në hadithi është i dobët, dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, edhe Sheikh Abadi hafidhahullah, se kunuti bëhet domethënë për nawazil. Nawazil si më po. Ja, rastet jashtëzakonshme. Kur ndodhin domethënë në mesin e muslimanëve raste të jashtëzakonshme, atëherë domethënë e ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam që me bë kunut dhe do shohim domethënë në hadithet që vijnë. Pra ky hadith është hadith i dobët.
Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se për raste të zakonshme nuk është domethënë vetëm namazi sabahut i veçuar për kunut, po të gjitha farzet e namazeve. Do thonë mundet me bë kunut edhe në dhuhur, edhe në asr, edhe në maghrib, edhe në isha. Pastaj hadithi radhës 256 an Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad sallayta khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ha huna bil Kufati nahwa min 5 سنين فكانوا يقنطون بالفجر كيف كانوا يقنطون بالفجر أي كانوا يقنطون بالفجر قال أي بني محدث أي بدعة. Do thonë Tariq, Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i ka pyetur babain e tij. Ka thonë o babushiem, ti I e falur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas Abu Bakrit, pas Omerit, pas Uthmanit dhe Aliut radhiyallahu anhum. Dhe pas Aliut sidomos në Kufa për 5 vite me radhë. Domethënë se ky sahabi radhiyallahu anhu ka shku me Aliun radhiyallahu anhu me jetu në Kufa. 5 vite me radhë ka qëndruar atje. I thot tash, a e bojshin kunutin pas fejrit? Do thonë në rekatin e dytë pas rukus. Atëherë I tha, o djaloshien, një gjë e tillë është bidat. Kunuti është bidat. Do me thonë kunuti është bidat, kuptimi është këtu në mënyrë të vazhdueshme ta veprosh. Jo gjatë situatave dhe gjendjeve të jashtëzakonshme. Gjatë situatave dhe gjendjeve të jashtëzakonshme është e lidhshme. Dhe siç e thamë edhe në çdo namaz. Kurse këtu është për qëllim do thonë me e bërë në mënyrë të përditshme dhe të vazhdueshme. Një gjë e tillë është domethënë në këtë kontekst është muhdeth, është domethënë në bidat. Është një gjë e tillë domethënë në sepse ajo është falur pas pejgamberit alayhi salatu wasallam, pas Abu Bakrit radhiyallahu anhu, pas Omerit radhiyallahu anhu, pas Uthmanit radhiyallahu anhu dhe pas Aliut radhiyallahu anhu. Dhe nuk I kanë vepruar një gjë e tillë. Dhe ka thonë është muhdeth, është bidat. Është bidat. Pastaj hadithi I radhës 257 an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'i min ahya'i al-arab thumma taraka muttafaqun alayh. Anas radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bërë domethënë kunut një muaj radhës. Dhe këtë domethënë pas rukus. Dhe ka bërë domethënë dua kundër disa fisëve prej fisëve arabe. Domethënë prej armiqve që kanë qenë domethënë prej armiqve se nuk ka do shohim tash domethënë se kunuti bëhet ose për një popull ose për disa njerëz ose kundër një popull ose kundër disa njerëzve. Do thonë kunuti nuk është patjetër domethënë vetëm dua kundër disave, po është edhe dua për muslimanëve, për besimtarëve. Dhe ky është hadithi 258 të Enesit po ashtu, ku thot anna nabia sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idha da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Do thonë nuk bonte kunut pejgamberi alayhi salatu wasallam përveç se kur bonte lutje, kur luteshe për një popull, që Allahu me I shpëtue dhe me ja heka domethënë vështirësia ato sprova, ose kundër një popullit, që ishin armiq për muslimanët. Kjo është domethënë na synimi dhe qëllimi të kunutit. Edhe prapë thot Sheikh Zejdi rahimahullah, domethënë ai bëhet gjatë nawazil, gjatë domethënë situatave të jashtëzakonshme. Gjatë situatave të jashtëzakonshme domethënë bëhet një gjë e tillë. Pastaj hadithi 259 thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma qal علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
wa innahu la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Dhe ke një rivajet tjetër pas ku thuhet domethënë te pjesa e hadithit wa innahu la yadhillu man walayt, thuhet domethënë wa la ya'izzu man adayt. Kjo është, thotë Sheikh Zedi rahimahullah, gjatë namazit të vitrit. Gjatë namazit të vitrit, kur e bën domethënë dua, kunut, siç e bëhet domethënë edhe gjatë Ramazanit në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Që bëhet domethënë kjo dua, kjo lutje, që këtë lutje ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lipit vet, Hasanit radiallahu anhu. Dhe një gjë e tillë domethënë është e ligjshme për tër ummetin. Thotë Sheikh Zedi rahimahullah, është domethënë e ligjshme për tër ummetin ta bëjnë një lutje e tillë. Dhe Sheikh bin Baz rahimahullah thotë, kur njeriu është duke i prirë njerëzit në namaz, atëherë nga forma domethënë e lutjes për vetvete, lutet edhe për ata që falen pas tij. Domethënë nuk thotë Allahumma ihdini fi men hadayt, edhe vetëm për vetvete me përvetësuat atë thirrjen në tauhid edhe në menheq edhe unë jam veçë, e në ato qerit në ta bojnë duan me thënë veç për mu, duke thënë amin, po Allahumma ihdina fi men hadayt. Do thonë e bën ihdina në formë, do thonë edhe për të tjerit, na udhëzo, do thonë se na bën edhe prej të udhëzuarve. Do thonë lutet për vetvete dhe për vëllezërit e tij që falen pas atij. Wa afina fi men afayt, wa tawallana fi men tawallayt, wa barik lana. Jo li. Më jep mu, do më thonë, jo vetëm më jep mu bereqet, kur falet vetë mundet me e bë. Por kur është duke i prirë njerëzit në namaz, atëherë i lutet Allahu subhanahu wa taala edhe për vëllezërit e tij. Dhe kuptimi i hadithit ose kësaj lutjes, domethënë o Allah, më bë domethënë për të udhëzuarve, ose për ata që i ke udhëzuar dhe më mbro, ose më bë për ata që i ke mbrojtur, dhe më bë domethënë për të afërmëve të afërmëve të Allahu subhanahu wa taala, prej evlive domethënë, se tawalli prej evlive, wa barik li fima atayt, dhe më dhuro domethënë bereqet në atë që më ke dhënë, dhe më ruaj domethënë prej sherrit që e ke caktuar, sepse ti gjikon dhe askush nuk gjikon mbi teje, dhe nuk po shtrohet ai i cili ti e merr për të afër, për wali, dhe nuk ngritet ai i cili ti domethënë i ke shfaq armiqësi, wa tabarakta rabbana wa ta'alayt, i bekuar je ti Zoti ynë dhe i lartësuar. Kjo është domethënë pak e shumë kuptimi, duke të ke përkthy këtë në për ligjëratat. Kjo, thotë që Zedi rahimullah po ashtu, gjatë witr në rekatin e tretë, pas rukus, kur qohet domethënë imami në këmbë, bën edhe me thonë edhe duaja tjera, lutje tjera domethënë, edhe më së miri është domethënë të përmbahemi lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por edhe nëse janë lutje prej, sidomos prej Kur'anit, ajete që përmbajnë domethënë lutje, ose edhe prej duave që e kemi dëgjuar prej dietarëve dhe njerëzve të dijes. Domethënë që kanë kuptim të saktë dhe të mirë. Jo si ai një tjetri që ka bë dua, si ka qenë ai muhabeti, o Allah na jep përfundimin zjarrin. Domethënë dhe drejt zjarrit përfundimi ynë, le të jetë domethënë, kështu e vjen kuptimi, le të jetë domethënë drejt zjarrit përfundimi ynë. Edhe këto tjerë pas atij thonë amin të gjithë. Lilasaf ash-shadid. Prandaj duhet domethënë me pas ai imami ose kush do qoftë domethënë që i prin njerëzit në namaz, nëse din arabisht edhe është domethënë mutamekkin domethënë gjuhën arabe, atëherë le të zgjerohet. Edhe ka njohuri fillimisht për akida, për tauhid, e kështu me radhë, që mos më thon fjalë që kundërshtojnë tauhidin dhe akidën dhe sunetin, atëherë s'ka gjë. Ama nëse i e domethënë ke ndoshta vështirësi
me thënë këtë lutjen që ja ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam Hasanit radhiyallahu anhu, atëherë domethënë përkufizohu domethënë tek këto edhe të mjafton. Edhe shikoni këtu domethënë moralin të lartë të Hasanit radhiyallahu anhu, nuk thotë domethënë allamani gjyshi jem. Edhe pse ka qenë gjyshi i tij me të drejtë, po thotë domethënë allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mësoi mua ose më mësoi mua këto fjali i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është padyshim domethënë morali i lartë, dhe sahabët ridwanullahi alaihim gjithmonë domethënë janë drejtuar edhe pejgamberit alayhi salatu wasallam me ja Rasulullah, ja Nabi Allah, dhe kjo ka qenë domethënë edukata e tyre me pejgamberin alayhi salatu wasallam, dhe asesi domethënë me i thonë o Muhammed, asesi, për vetëm se domethënë babai i Khawarijve i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam ja Muhammed, edhe mushrikët që kanë qenë mushrik, që kanë qenë të thelluar domethënë në ignorancën e tyre. Atëherë kanë ndodhur prej tyre këto domethënë mosjellje dhe morale të ulta, por sahabët ridwanullahi alaihim, edhe shihet këtu edhe Hasani radhiyallahu anhu, që nuk e ka vepruar një gjë e tillë. Pastaj hadithi i radhës 260 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. Këtu tregon Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, dhe kjo është forma e teshehudit, e uljes gjatë namazit, sidomos të teshehudit të parë, që pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ulesh në teshehud, domethënë e vendoste dorën e tij të majt mbi gjunit së tij të majt dhe dorës e tij të djathtë mbi gjunit së djathtë, dhe e bonte formën me gishtat e tij, formën e 53, numri 53. Dhe domethënë me gishtin tregues domethënë e bonte, e çonte lart. Kjo forma, edhe kjo është ajo interesantja domethënë te arab, që mençuria e arabëve, domethënë arabët kanë pas mes tyre me i lidh gishtat në një formë të caktuar, edhe ai tjetri e din numrin. Edhe kjo është domethënë këtu ku thot aqada 53 dhe e bëri kapjen e dorës ose e lidhi dorën të numrit 53. Edhe Sheikh Abadi thot se Shaukani rahimullahu te ky hadith i ka shpjeguar krejt domethënë nga numri 1 deri domethënë sa shkon, i ka shpjeguar në mënyrë domethënë të detajuar. 53 kështu është. Arabi kur ta bën kështu e din se është 53. Pse? Se kjo është 5 që arabisht. Edhe këto është 3-shi, 53. Edhe prej kësaj e dim domethënë prej këtij hadithit e mësojmë domethënë se si kapet dora e djathtë gjatë të shehudit. Domethënë e bën formën e 53-shit. 53-shi si është duke e bërë kështu. Edhe ai tjetër domethënë kur i thotë 53 arabit, ai e kupton domethënë. E kupton se çfarë për qëllim është këtu. Edhe këtu është domethënë thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, këto numra janë domethënë si zavendësim për fjalët që njeriu i përdor. Që e bën domethënë 53, edhe din domethënë se çfarë formë ka për qëllim. Sepse te hadithi tjetër që është hadithi gati identik, por në fund thuhet se wa wada'a ibhamahu ala isbi'i al-wusta, dhe vendosi gishtin e madh te gishti i mesëm. Këtu vendosja është kështu. Edhe kjo është që kemi pa dhe ke dietarët. Nuk është kështu. Edhe nga këtu ka rrjedh khilafi. A e bën njeriu gjatë të shehudit formën kështu, ose e bën kështu? Prej kuptimit domethënë të këtyre dy haditheve. Edhe të dyja domethënë është, nëse e bën njeriu formën e 53, e ka në rregull, nëse vendos i vjen parafërsisht ka mesi i gishtit të mesëm, edhe kjo është domethënë në rregull. Edhe kjo është domethënë në rregull,
Dhe kjo tregon domethënë në mençurinë domethënë e arabëve. Dhe me kash biidhnillahi taala përfundojmë mësimin. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.